Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot mbajti takim me asamblisët e vet në të gjitha komunat e Kosovës për të mobilizuar për protestën e nesërme që do të mbahet në Prishtinë. Në këtë takim ata diskutuan edhe rreth çështjeve me të cilat ballafaqohen çdo ditë nëpër komunat të cilat i përfaqësojnë. Shefja e grupit parlamentar të AAK-s, Donika Kadaj Bujupi, tha se qytetarët janë ata të cilët po vuajnë nga gjendja aktuale në Kosovë. Konsiderojmë që janë pikërisht qytetarët të cilët përfaqësohen nga asamblejistët, ata të cilët po e vuajnë çmimin e shtrenjtë të energjisë elektrike dhe jo vetëm edhe 3 çështje të tjera të cilat do të shtjellohen. Ajo shtoi se kërkesa për shqyrtimin dhe trajtimin e peticionit të 35.000 qytetarëve për uljen e çmimit të rrymës, e cila u dorëzua dje në Kuvendin e Kosovës, e cila sipas saj u injorua nga mazhoranca, do të dorëzohet në të gjitha komunat e Kosovës. Protesta kundër kapjes së shtetit pritet të fillojë nesër më 18 prill në orën 14 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë.